Deputetët u rikthyen pas 2 muajsh në tryezën e përbashkët të Komisionit të Reformës Zgjedhore, ku si punë të parë kanë rregullimin e financimit të partive politike. Damian Gjiknuri nënvizoi rëndësinë se ndryshimet në kodin elektoral duhet të jenë konsensuale, pavarësisht se Partia Socialiste i ka votat për të ndërmarrë ndryshimet e vetme. Ai foli për piketat se si do të vijojë reformimi i kodit zgjedhor, duke ngulmuar në nevojën e pasjes dhe të ekspertizës nga Bashkimi Evropian dhe OSBE-ODIHR-i. Ne kemi vendosur që të japim detyrë që të përgatitet një draft, të ndahet patjetër me antarët, prandaj nuk ka dhe një draft të themi pak a shumë të dakorcuar në nivel teknik, më mirë kuptoni, gjithmonë flas draft i dakorcuar në nivel teknik. Do të zhvillojmë një tryezë me OSBE-n, sepse e kemi diskutuar më parë dhe janë të gatshëm bashkë me ODIHR-in, një tryezë konsultative me të gjithë aktorët, pra partitë politike, shoqatat, pra organizatat jo qeveritare, institucionet të cilat kanë kontribuar në ndërvidhje për sa i përket çështjes së financimit të fushatave zgjedhore apo financimit të partive politike, të jenë një tryezë të gjerë. Shpresojmë ta zhvillojmë brenda 2 javësh, data do t'ju njoftohet dhe në këtë tryezë do të diskutohen të gjitha pikpamjet, sugjerimet dhe pas kësaj tryeze ne jemi në gjendje që të arrijmë në një konkluzion me një draft të dakorcuar për të vazhduar hapat e mëtejshëm. Pra qëllimi i kësaj mbledhje është pikërisht për të rifilluar punën, për të shkuar te detyrat që sipas kalendarit i kishim parsorë dhe njëkohësisht të japim autorizim ekspertët dhe ndërkohë kemi dhe sy të gjithë për t'i thënë që duhet filluar me njëherë puna me draftin paraprak, me qëllim që ne të kemi një produkt. Nuk do të thotë se do të jetë 100% i saktë. Produkti do të diskutohet mes partive politike, thash, me ekspertizë, mund të shkojnë edhe në Komisionin Evropian, se është një nga detyrat që na ka vënë Komisioni Evropian për ato që quhen interim benchmark, pra do të thotë që do të kemi dhe një review të tyre final dhe në fund ky draft do të jetë patjetër i dakorcuar, konsensual. Duhet të theksoj një gjë, pavarësisht se drafti apo ligji i partive politike dhe i financimit të partive politike kërkon 71 vota, majoranca e ka thënë në fjalën e saj që ne këtë ligj, gjersa e futëm në objektin e punës Komisionit të Reformës Zgjedhore, duhen ta trajtojmë në mënyrë konsensuale. Nuk është Për sistemin zgjedhor dhe financimet, bashkëkryetari për reformën zgjedhore Damian Gjiknuri kishte edhe një ftesë për partitë e vogla politike që të ulen në tryezë. Unë prap nuk arrita kuptoj që ato parti që flasin gjithë ditën si të dëmtuara nga kjo formulë zgjedhore, pavarësisht se janë zgjedhur nga kjo formulë, nuk vinë dhe kontribojnë për përmirësimin e kësaj formule, por gjithë ditën flasin në media, në televizor apo në media sociale që ky sistem është i padrejtë për partitë e vogla. Kështu që unë do i bëj dhe një thirrje edhe ta kuptojnë edhe me që kemi dhe media tu, kanë të njëjta të drejta si këta zotrit që janë ulur tu, zonja dhe zotri, kanë po ato të drejta për të propozuar projekt vendime, për të propozuar draftet caktuara, politikat caktuara apo zgjidhjet caktuara dhe të komunikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë me ekspertët për çdo gjë që ata mendojnë është e padrejtë apo duhet përmirësuar. Kështu që edhe një herë ta shfrytëzojmë këtë moment të ri të rifillimit punës për t'i dhënë një mundësi të gjithë aktorëve politik të jenë pjesë e kësaj tryeze, se vetëm këtu do zgjidhet. Dhe gjithçka do të konsultohet me çdo parti tjetër politike, qoftë thash ligji për financimin, qoftë edhe kodi zgjedhor. Gjatë diskutimeve u konstatua nga ligjvënësit problematika në votën e diasporës, financimin e partive politike dhe procesin e numërimit. Komisioni u dakortësua që kjo reformë do të asistohet nga 6 ekspert, 3 nga Partia Socialiste dhe po aq nga Partia Demokratike. Ekspertët e Partisë Socialiste do të jenë Dardan Malaj, Viktor Gumi, Elena Xhixha, ndërsa të Partisë Demokratike Altin Kazizaj, Muharrem Çakaj dhe Arjan Madhi.